Besoj që e ke edhe ti këtë përshtypje se bebet ose fëmijët e këtij shekulli, jo, po e kësaj kohe, me thënë që kanë lindur tani 3-4 vitet e fundit ose janë deri 10 vite maksimum, janë tjetër soi komplet. Kishin probleme pastaj dhe me depresionin, se shtam, dhe nga kjo problemet vazhdonin të mbypesha, pakënaqësia, e kështu me radhë. Kjo kishte ndikuar shumë, do me thënë si pasoj kishte ndikuar shumë Covid-i, sigurisht, se ti nuk mund t'i thuash një fëmiu që ka 6 vjet dhe duhet filloj klasë të parë, nuk ka të shkosh në shkollë. Ai ka pritur 2-3 vite derisa prej kur ka kuptuar se duhet të shkojë në shkollë, ka pritur që të bëhet 6 vjet dhe të filloj ditën e parë në shkollë. Dhe këta fëmijë të kësaj gjenerate që përjetuan këtë ishte me të vërtet një fatkeqësi për ata, dhe besoj nuk ka teori që mund t'ja shpjegosh fëmijës se do na haj virusi, duhet të rinë gogoçi, t'i fshihemi brenda. Mendoj se kam pësuar shumë fëmijët dhe besoj që jeni fokusuar dhe ju edhe në këto çështje, pra për të ngritur moralin e fëmijëve pas periudhës pandemike, por keni pasur të shumë aktivitete të tjera gjatë kësaj jave për të shënuar javën e fëmijëve. Ashtu. Edhe gjatë kohës pandemisë ne kemi qenë aktiv, për arsye se pikërisht këto që i theksuat ne ishim në vetëdije, përderisa ne si të rritur e ndjejmë atë mungesën e të dalurit e të ti plotësojmë ato detyrat ose obligimet që i kemi pas çdo ditë edhe për një herë ndërpriten, është me të vërtetë e vështirë. Ne hapëm atëherë një faqe interneti së bashku në shtëpi, ku prindërit i ndashin ato aktivitetet kreative e kohës kualitative të kaluar me fëmijët. Është e vërtetë se koha e pandemisë ka ndikuar negativisht edhe të fëmijët, po edhe ashtu si edhe të rriturit, mirë po fëmijët është pak më e vështirë që t'i sqarohet. E tash, përderisa përpara asaj ne insistonim që fëmijët të rinë larg telefonave celular ose rrjeteve, atëherë më kreti u detyruan që të jenë të gjithë me telefona celular ose me iPad ose kompjuter, po ashtu. Aty shfaqet edhe ajo bëhet fatkeqësisht ndihet dhuna e bashkëmoshatarëve është në rritje, për shkak se kur je në shkollë mbaron ai procesi derisa je në shkollë, kurse gjatë bullyingu online është gjatë 24 orëve. Ashtu, nuk mbaron kur. Edhe fatkeqësisht ka rritje, edhe pse ne kemi punu një kohë të gjatë në atë aspekt, mirë po asnjëherë nuk është mjaft, edhe nuk është ne të gjithë si shoqëri duhet të kyçemi. Nuk është se një organizat e bën punën për të gjithë shoqërinë.